edhe që nuk është përëruar dhe më tutje në bashkë me kryetarin Ferit Idrizi këtu. Kryetar sa ka pas nevojë të bëhet ky aneks që po duket si një shkollë e re, krejtësisht në përgjithësi se është pothuajse një shkollë e re që ka 19 klasa gjithsej, ka pas nevojë shumë të madhe për shkak të koncentrimit të nxënësave, për shkak të migrimit të shumë familjeve nga fshati në qytet, dhe është rrit numri i nxënësave shumë. Kështu që kemi vlerësuar të nevojshme me ndërtu këtë shkollë që është investim komplet nga buxheti i komunës. Dhe tash brenda një javë dite pajisjet me inventar, pajisjet edhe me teknologjinë më të re, do me thonë të digitalizimit, si që janë tabelat e menqura, dhe do e përërojmë edhe këtë shkollë, mendoj brenda një javë dite, brenda 10 dite. Brenda një javë, kështu që edhe ne që kemi të parë këtu, unë mendova që bazuar në pamjen nga jashtë që nuk është gati për kjo përva. Jo, është pothuajse gati, do të thonë ka hapësira të mjaftueshme, është komplet. Kjo që ka finalizim me sipër. Është finalizim me sipër. Po, ndërkohë që janë 2 kate, edhe është një hapësirë shumë e madhe, kabinetet e veçanta. Sa do lehtësoj kjo? Kjo do të lehtësoj shumë, sepse funksionimin e shkollës. Pothuajse mësimi kthehet në një ndrrim dhe kemi planifikuar që në një ndrrim, jo mësim tërditor, se shpeshherë po ngatrojnë konceptet e mësimit tërditor me mësimin në një ndrrim. Se cili është dallimi? Dallimi është sepse mësimi tërditor ka aktivitete tërditore. Do të thonë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4 të pasdites, që do të trajnimsin nxënësve, do të plotësimi kurrikulave, do të ushqimit, do të me ju siguru ushqimin nxënësve, me pas kuzhinën brenda, do të ushqimi për mësimdhënës e tjerë. Ndërsa mësimin në një ndrrim, do me thonë, e mojnë orarin 4 orë, 5 orë sa i kanë në një ndrrim edhe përfundon. Kështu që na do ta kthejmë s'pari këtë mësimin në një ndrrim në shkollën Mustafa Benhari, do t'i bëjmë përgatitjet dhe në vitin e dytë të mandatit qeverisës, të mandatit të ardhshëm, mendojmë me pilotue si mësim tërditor. Pra me pilotu, me pa apo funksionon mirë, a jemi të përgatitur për me vazhdu mandej me zgjeruar dhe me... A jemi të përgatitur kuptimin financiar për të mbuluar kostet? Kuptimin financiar, kuptimin pedagogjik, do me thonë, në çdo aspekt. Lëvizim pak jashtë? Lëvizim, po. Se kam përshtypje që këtu afër i kemi edhe disa ndërtesha i pash duke u punu, vetë shkojmë që apo bëjmë. Janë banesa kolektive të ndërtuara para 50-60 viteve, kanë qenë shumë të dëmtuara, kanë qenë edhe të demoluara dhe kanë pas nevojë për renovim. Kështu që na kemi investuar si komunë, edhe ato sponsor kanë qenë komunë, dhe me thonë me 100% të investimeve. Shkojmë e shohim atë që po ndodh, kthehemi pas pak.